Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Besimtarët e fesë islame në Kosovë po kremtojnë sot festën e Fitër Bajramit pas një muaj agjerimit të Ramazanit. Manifestimi i faljes së Bajramit organizuan në Xhaminë e Madhe në Prishtinë. Mesazhet e solidaritetit, paqes dhe mirësisë dominuan fjalimet e mbajtura nga krerët fetar, të cilët theksuan rëndësinë e dashurisë, ndihmës dhe unitetit në shoqëri. Me rastin e festës së Fitër Bajramit, kryesia e Bikut tradicionalisht organizoi pritje urimi në selinë e kryesisë. Miftiu i Bashkësisë Islame të Kosovës Naim Tërnava përcolli urimet për ruajtjen e familjes. Tërnava tha se ceremonia e Fitër Bajramit bashkon besimtarët në faljen e namazit pas një muaji të sakrificës dhe devotshmërisë gjatë Ramazanit. Fitër Bajramit, të cilën po përjetojmë sot, është nga festat më të rëndësishme për besimtarët musliman, e cila vjen pas përfundimit të agjerimit të muajit të bekuar Ramazan. Kjo festë ka një peshë të thellë fetare, shpirtërore dhe sociale. Pra është një shpërblim prej Zotit. Andaj me të drejtë, këtë moment të veçantë e konsiderojmë moment të reflektimi, falënderimi dhe të lutjeje, ditë me një domethënie të thellë shpirtërore dhe sociale, duke na rikujtuar rëndësinë e devotshmërisë, mirënjohje, solidaritetit dhe bashkimit familjar. Rendi për brenda familjes gjithherë sipas normave islame bazohet në parimet e drejtësisë, dashurisë, përgjegjësisë dhe respektit të ndërsjellë ndërmjet anëtarëve të familjes. Kjo për faktin se familja është bërthama mbi të cilën ndërtohet jeta jonë. Është ajo e cila na ofron dashuri, mbështetje dhe vlera që na shoqërojnë gjatë tërë jetës, duke na mundësuar që të përballemi me sfidat e jetës të çfarë do natyre qofshin ato. Pas faljes së namazit të Bajramit, Bashkësia Islame organizoi pritjen tradicionale. Aty shkuan krerët e shtetit, përfaqësues të subjekteve politike dhe i peshkvisë së Kosovës Dodë Gjergji për ta uruar festën. Nga ky institucion u dërguan mesazhe për paqe e solidaritet. Presidentja e vendit Vjosa Osmani uroi të gjithë besimtarët musliman, duke bërë thirrje që kjo frymë e solidaritetit të përcillet gjatë tërë vitit. Edhe kryeministri në detyrë, Albin Kurti, uroi qytetarët e fesë islame, derisa në këtë ditë përkujtoi edhe 37 dëshmorët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës që vijnë nga imamët e Kosovës. Ti urojmë të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës me fat Bajramin, me shpresën që lutjet e tyre gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit të jenë pranuar dhe me urimin nga thellësia e zemrës për shëndet, për begati dhe bekim të Zotit në secilën familje, në secilën shtëpi. Shpresoj që kjo fest, por edhe i gjithë muaji i shenjtë i Ramazanit dhe fryma që përshkon secilën familje dhe secilën shtëpi gjatë këtij muaji të shenjtë, të jenë inspirim për secilin qytetar tonë që kjo frymë e solidaritetit, bashkëpunimit dhe ndihmës ndaj të tjerëve të vazhdoj për gjatë tërë vitit. Urime e gëzuar Fitër Bajrami për hajër Bajrami të gjithëve, Zoti ka boll agjëruesve dhe një mirënjohje e veçantë për aspektin social të Bashkisë Islame të Kosovës që ndihmon të varfrit, ata të cilët e kanë gjendjen e vështirë në mënyra të ndryshme dhe kësaj dëshmojmë solidaritetin, mëshirën për dinjitet e begati për të gjithë pa dallim. Në këtë pranverë gjithashtu përkujtojmë me nderim të thellë edhe 37 dëshmorët e ushtrisë shqiptare të Kosovës që vijnë nga radhët e imamëve, hoxhallarëve të Bashkisë Islame të Kosovës. Gëzuar edhe një herë të gjithëve, e dëshiroj për juve dhe familjet e juaja, miqtë e juaj, sa më shumë dashuri, paqe e begati në sofrat e shtëpive tuaja. Edhe përfaqësues të subjekteve politike vizituan Bashkësinë Islame pas faljes së namazit të Bajramit.
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memri Krasniqi tha se festa Fitër Bajramit është moment reflektimi, falënderimi dhe afrimi me njëri tjetrin. Ai ka uruar që festat të tjera në Kosovë të festohen së bashku edhe me krerët e UÇK-s që ndodhen në Hag. Kjo ditë le të sjellë në mesin ton paqe, dashuri dhe harmoni, ka thënë Krasniqi. Edhe kryetari i LDK-s Lumir Abdygjiku uroi të gjithë besimtarët musliman. Le të jetë kjo ditë dhe çdo ditë tjetër një mundësi për të shpërndarë paqe, dashuri dhe solidaritet, vlera këto të cilat duhet të na shoqërojnë gjithmonë, ka thënë Abdygjiku. Ndërkohë, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, theksoi se Fitër Bajrami është festë e harmonisë, festë që na bashkon. Jeta jon ka kuptim kur kemi njerëz të vyeshëm dhe adhetar, tha Haradinaj. Sot ka filluar llogaritja e kohës verore. Ndryshimi i orës ndodhi në orën 2 të këtij mëngjesi, kur akrepat shkuan 1 orë përpara. Llogaritja verore e kohës është praktika e kalimit të akrepave me 1 orë përpara për të shfrytzuar sa më shumë dritën e ditës të disponueshme gjatë verës, rrjedhimisht që errësira të bjerë në 1 orë më të vonë. Në Bashkimin Evropian ende nuk ka marrëveshje për t'i dhënë fund ndryshimeve sezonale të orës, megjithse një propozim për këtë çështje ekziston prej 7 vitesh. Ndërsa Parlamenti Evropian ka votuar për t'i dhënë fund praktikës së ndarimit të orës, shtetet anëtare të BE-s nuk mund të bien dakord nëse duhet të qëndrojnë në orën verore apo atë dimërore në mënyrë të përhershme. Vendet të ndryshme po dërgojnë ndihmë humanitare në Myanmar pas tërmetit që la më shumë se 1600 të vdekur dhe shkatroi qytetet. OKB-ja paralajmëron se mungesa e madhe e furnizimeve mjekësore po pengon reagimin ndaj tërmetit vdekjeprorës që goditi Myanmarin të premten, ndërsa kërkimi për të mbijetuarit vazhdon. Fqinjet e Myanmarit dërguan anije luftarake dhe aeroplan të ngarkuar me materiale ndihme dhe personel shpëtimi të dielën pas tërmetit masiv që shkatroi pjesën më të madhe të kombit të varfër të Azisë Juglindore. Të paktën 1600 njerëz kanë vdekur dhe 3400 janë lënduar nga tërmeti i së premtës me magnitudë 7.7, një nga më të fuqishmit në Myanmar në një shekull, sipas qeverisë së saj ushtarake. Modelimi parashikues i shërbimit gjeologjik amerikan vlerësoi se numri i vdekjeve në Myanmar mund të shkojë në 10.000, kurse humbjet mund të tejkalojnë prodhimin vjetor ekonomik të vendit. Tërmeti tronditi edhe pjesë të Tajlandës fqinje duke rrëzuar një rokaqe në ndërtim dhe duke vrarë 17 njerëz në të gjithë kryeqytetin, sipas autoriteteve tajlandeze. Të paktën 78 persona mbetën të bllokuar në rrënojat e ndërtesës së shembur. Fatkeqësia natyrore më vdekjeprurse që ka goditur Myanmarin në vite ka dëmtuar infrastrukturën kritike, duke përfshirë një aeroport, autostrada dhe ura dhe ka ngadalësuar operacionet humanitare sipas OKB-s. Tërmeti goditi vendin tashmë në kaos me një luftë civile që është përshkallëzuar që nga grushteti ushtarak i vitit 2021, i cili rrëzoi qeverinë e zgjedhur të nobelistës Aung San Suu Kyi dhe shkaktoi një kryengritje të armatosur ndërkombëtare. Hamasi pajtohet me propozimin e armëpushimit të Gazës, ka konfirmuar shefi i grupit militant palestinez. Hamasi ka pranuar një propozim për armëpushim në Gaza që mori 2 ditë më parë nga ndërmjetësuesit Egjipti dhe Katari, ka deklaruar të shtunën shefi i grupit militant palestinez Halil Al-Haya në një fjalim televiziv. Ne shpresojmë që pushtimi izraelit nuk do ta dëmtojë atë, ka thënë Haya, i cili drejton ekipin negociator të Hamasit në bisedimet indirekte që synojnë të sigurojnë një armëpushim në luftën Hamas-Izrael në Gaza që shpërtheu në tetor të vitit 2023. Burimet të sigurisë kanë thënë agjencisë së lajmeve Reuters të ejtën se Egjipti kishte marrë indikacione pozitive nga Izraeli mbi një propozim të ri armëpushimi që do të përfshinte një fazë kalimtare. Propozimi sugjeron që Hamasi të liroj 5 pengje izraelite çdo javë, thon burimet. Zyra e kryeministrit izraelit ka thënë se kishte zhvilluar një sër konsultimesh sipas propozimit të marrë nga ndërmjetësit dhe se Izraeli u kishte përcjell ndërmjetësuesve një kundërpropozim në koordinim të plotë me Shtetet e Bashkuara.
Faza e para e pushimit ndërmjet Izraelit dhe Hamasit hyri në fuqi më 19 janar pas 15 muajsh lufte dhe përfshinte ndalimin e luftimeve, lirimin e disa prej pengjeve izraelite të mbajtura nga Hamasi dhe lirimin e të burgosurve palestinez. Faza e dytë e marrëveshjes trefazore synon të fokusohet në marrëveshjet për lirimin e pengjeve të mbetura dhe tërheqjen e trupave izraelite nga Gaza. Hamasi thotë se çdo propozim duhet të lejojë nisjen e fazës së dytë, ndërsa Izraeli ka ofruar zgjerimin e fazës së parë 42 ditore. Në përgjigje të thirrjeve ndaj Hamasit për çarmatosje nga Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara, Haja ka thënë se arsenali i grupit ishte një vije kuqe dhe se ai nuk do të çarmatoset për sa kohë që ekziston pushtimi i Izraelit. Izraeli dhe SBA thonë se Hamasi nuk duhet të ketë një rol në marrëveshjen e pasluftës në Gaza. Sulmet ushtarake izraelite në Gaza kanë vazhduar edhe të shtunën, duke vrarë të paktën 20 palestinez në të gjithë enklavën, njoftojnë autoritetet shëndetësore. Të nderuar shikuesi, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion të lajmeve. Sigurisht për këto dhe informacionet më të reja të ditës, do të takohemi në edicionin e orës 15. Faleminderit për vëmendje, mirupafshim.